këto ditë, menja jon edhe zemra jon ka qenë me shoqen tonë dashur Daor Saspahian, që ka qenë studente perfekte, ka qenë person I dashur, ka qenë person që u rrit në dashni, u rrit në luks, në mirëqenjet familjes, deri kur ajo ndroi jetë vetëm fa një personit vetëm, e ky person është Hevzi Seideu. Hevzi Seideu që në Maqedoni vetëse njihet si kriminal, që vjen për një familje kriminale, vendosi që edhe pse I pat 3 fëmijë e një gru, mu përfshin jetën e Daorses, mos mi informu që ka gru e fëmijë, mu njoftu me familjen e Daorses, mi lajmëru familjen e vetë, që e dëm Daorsen, edhe pse ka gru, edhe më shefen këtë fakt për Daorses, deri në momentin kur u zbulua vërteta, edhe në ato momente a I shfaqi ftyrën e vërtet. Një familje e njohur për krime në Maqedoni, që për shembull Bajro Seideu në këtë video, fotografi, vetë se shihet të konsumu kokain. Djali, Hevzi Seideu, vetë se I lirun për Maqedonis disa muaj më parë për trafikun e vjetra armëve, u dërgu vetëm në para burgim, edhe u liru mas 30 ditëve për një sasi armëve që duhet me qëndru në burg me vjeta. Kur organet ligjzbatuse dështojnë, gjithmonë e keqja njek, edhe në këtë rast e pat fatin shoqja jon e dashur, fatin e keq, qose ky person shkon në burg për armët e veta, ku asnjëri problem nuk I ndodh kur. Kur nuk ishte marrë në këtë situatë, po kur sistemi I drejtësisë I Maqedonisë dështon, na I vujmë pasojat si shoqëri. Daorsa pat jetën përpara. Daorsa me datën 13 nëntor ka pas me diplomu, dhe sot nuk diplomon vetëm për shkak se një kriminal që ka gënjy vazhdimisht, që nuk I ka tregu që ka të dashur, që ka familje, ka partnere, ka fëmijë, ju ka përfshin jetën e vet, edhe kur u marrë vesh e vërteta, a e ka kërcnu, e ka shantazhu, ja ka rëmby dokumentacionin, edhe e ka kërcnu gjithmonë që ti nuk e ki zgjidhje me shku te familja jote, nuk e ki zgjidhje me fol me njerëz tjerë, nuk ki zgjidhje me ik asë stacionin e policisë, për shkak se nuk ka rëndësi se ti ku shkon, qofse ti nuk më përgjigjesh, unë të garantoj ty që ki më ndru jetë. Edhe kjo ka vazhdu me vitet tona, edhe personi në fjalë, Hevzi Seideu, kriminal, vetëse I njohur, qofse organet ligjzbatuse e kishin kry punën e vet, ky rast nuk ishte ndodhur më kurr, e tashti na duam me vujt, duam me smi pas shoqen tonë dashur, pjesë shoqërisë. Qysh ka mundësi që këta kriminela cellen ende në liri, e nëse ka ligje, nëse ka ligjzbatim në shtetin e Maqedonisë, nëse shteti jon I intereson sa do pak për qytetarët e vet, duhet mu marrë me këtë rast deri në fund. Qysh ka mundësi një person që u duhet mu konë në burg me bo pasoja kaq të mëdha për shoqen tonë dashur, edhe ai sa mu cellen liri. Kështu që tën duhet mi kuptu fundamentalisht që një fëmijë I rriten me një familje me tëna të mira, u sulmu në mënyrë predatoriale, u kërcënu vazhdimisht, edhe pse ka gru e fëmijë në shtëpi, që shoqja jon me ardh deri në një gjendje që fatkeqësisht është e pakthyrshme. Nuk ekziston një rast ma shumë si ky që mundet mu konsideru vrasje. Kjo është vrasje e personit Daor Saspaia, që me kanosje të vazhdueshme, me gjendjen mentale të rënduar, që personi Hevzi Seideu, kriminal Maqedon, e ka kryer dhe sot ne bartim pasojat. Nëse ky rast nuk trajtohet pi ligjit, ligji nuk vjen kur gjo hiq. E nëse ky rast nuk mirret kërkush me këtë rast, na krejt e humbim besimin e në organet ligjzbatuse. Krejt I pas video, krejt I keni fotografi, to ne dim të vërtetën. E shtetet mbetet me vendos a dojnë milon anën morale anash, a dojnë mu marrë me këtë rast deri në fund, edhe nëse ligji nuk zbatohet për krimet këtij lloji, atëherë ligji I asnjë shteti nuk ka asnjë vlerë edhe asnjëherë. Shpresojmë që shoqja jon të ketë gjetë paqen në botën e përtejme, e na ton lutemi që drejtësia të vinë në vend. Nëse ky rast nuk sjell drejtësi,
Qofse nuk ka drejtësi prej organeve ligjzbatuse për këtë rast, atëherë nuk e di çka është drejtësia definitivisht.